Përshëndetje, mënyra se si unë i përgatis petët kur nuk kam sopë druri. Do të zëm brumi me pak uthull, vaj, krip dhe më pas ujë hedhi mujë derisa brumi të formohet në këtë mënyrë. Do ta hapim dhe do ta presim në disa topa të vegjël. Më pas topa do t'i vendosim diku, do t'i lyem në sipër me vaj që mos na thahen. Do t'i hapim një nga një dhe më pas do të marrim një tepsi, do t'a vëmë përmbys mbi gaz dhe në atë mënyrë do të vendosim petët sipër dhe i pjekim në të dyja anët dhe vazhdojmë procedurën një nga një petët me radhë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, faleminderit.